Në një përpjekje për të ngritur ndërgjegjësimin dhe për të forcuar bashkëpunimin midis profesionistëve, prindërve dhe komunitetit, Qendra Piramida në bashkëpunim me CAPS zhvilloi konferencën Përtej diagnozës, ndërtimi i rrugëve të bazuara në evidencë për autizmin. Konferenca solli në një vend ekspert nga vendi dhe rajoni, të cilët ndanë praktikat më të mira për ndërhyrje, komunikim dhe menaxhimin e sjelljeve të fëmijët me autizëm. Fillimisht dua të potencoj se Qendra Piramida ka qenë në pritje afër rreth 3 vitesh për këtë konferencë. Më në fund arritëm qëllimin. Shpesh zëri i prindit dhe i fëmijës nuk është i dëgjueshëm fatkeqësisht në Ballkan. Ideja ishte që të shkëmbejmë informacione, të shkëmbejmë njohuri dhe të përfitojmë njëri nga tjetri. Po duhet ekspert të fushës, siç janë në këtë rast profesor Salah Shalan dhe profesoresha Meriem Kader, të cilat janë logoped klinik dhe të miren në këtë fushë afër më shumë se 25 vite. Dhe neve jemi në bashkëpunim me sipër vetëm për të mirën tonë, për të mirën e shoqërisë dhe për investimin e teknikave të reja që duhet t'u ndihmojmë fëmijëve që kanë nevojë, sidomos fëmijëve që hasën vështirësi në çrregullim të spektrit të autizmit. Jemi në fokus më shumë tek ndërhyrja e hershme, po pse jo dhe fëmijët që kanë nevojë për mbështetje të aftësive akademike dhe më tutje shpresoj që të kemi bashkëpunime edhe me palën maqedone. Kështu që shpresoj që shumë informacione dhe shumë teknika të duhura në Ballkan do të mundohemi që t'i ndajmë edhe me profesionistët adekuat. Unë personalisht kam marrë pjesë do të në MRC NCC, ndryshe e njohur Mohammed bin Rashid New England Center, e cila operohet nga shtetet britanike. Unë shoh mungesë të profesionistëve në fushën e trajnimeve të duhura dhe mungesë të instituteve qoftë ato private ose shtetërore. Pjesa e kategorizimit të fëmijët duhet të kemi parasysh qysh nga diagnoza deri në procesin e MKF-s ku marrin fëmijët pjesën e vlerësimit, do duhet të konsiderohet një nivel i duhur për të bërë ndërhyrjen tek fëmijët. Duke pas nderin që ta bëjnë edhe pjesën e ndërlidhjes me logoped klinik, me pjesën e defektologjisë, psikologjisë, me që do të shumë shpesh hasim edhe në problematika multidisciplinare kur nuk dim qasje si nga da e bëjmë. Mirë po, duke marrë parasysh se neve Piramida do të aplikon ABA terapi në Applied Behavior Analysis dhe në basa sajna neve bëjmë dhe plan program edukativ individual për çdo fëmijë. Duke filluar nga çështjet e teknikave, nga pjesa e checklistës se ku duhet të ndërhyjmë dhe aty do të jemi për të mirën e fëmijës, qoftë për aftësitë e pavarësisë, qoftë për aftësi shkollore, qoftë për aftësi shoqërore e të tjerë. Është një konferencë e domosdoshme sepse po shikojmë gjëra më praktike, jo shumë teorike, domethënë po preket realiteti i autizmit në situash ana teorike me atë praktike po përputhet. Konferencat për të folur për autizmin janë gjithmonë të nevojshme sepse sjellin në fokus probleme, se problemi i autizmit është shumë i gjerë, duke qenë spektër edhe ka llojshmëri problematikash që lindin çdo ditë. Dhe konferencat janë ato që mund të marrin dhe mund të shtjellojnë në mënyrë akademike, por dhe praktike këtë lloj fenomenesh. Por diferenca është në një gjë shumë të rëndësishme, që edhe unë do të referoj sot për pranimin e prindërve dhe shoqërisë. Këtu është diferenca. Jo se në Shqipëri jemi 100% pranues, por ka arritur më shumë përparim në anën e pranimit të shoqërisë dhe të prindërve që deklarojnë që nuk kanë turp, që e paraqesin fëmijët e tyre qoftë edhe në për aktivitete, nuk e mbulojnë fytyrën e tyre, kurse këtu është një gjendje shumë për mua do të them e vajtueshme si nan, por dhe si drejtuese një qendre me të rinj me spektrin e autizmit, do me thënë prindrit këtu po humbin shumë nga koha duke mbajtur të mbyllur fëmijët e tyre, duke mos e deklaruar, duke mos e pranuar autizmin, pengesë shumë e madhe për ta integruar fëmijën dhe për ta i dhënë dorën për të avancuar më shumë. Nëse fëmia do përparoj 60%, duke mbajtur të izoluar këtë lloj problematike, mund të themi 40-30% mund të duket puna. Pra,
Pengesa e mospranimit është shumë në lidhje me procesin e integrimit të fëmijës dhe mësimit të fëmijës. Kjo është fenomen i shoqërisë familjes parë, e cila nuk pranon se në familje mund të kemi një person e quajnë të smur, pavarësisht se autizmi nuk është smundje, është një çrregullim, por në konceptin popullor quhet sëmundje dhe mos them dhe më gjerë me etiketime jo të këndshme. Dhe ata bëjnë presion dhe presionin më të madh e han nëna. Sepse në fisin tonë nuk kemi, në familjen tonë nuk kemi, tina e solle. Dhe presioni i shoqërisë që të vendos pastaj që ai ka një fëmijë, ajo ka një fëmijë të smur, kush e di çka kanë bërë ata që e kanë kështu, këto janë fenomene që e vrasin prindrin që mos deklarojë dhe mos pranojë. Ajo që unë kam kuptuar shumë mirë është çfarë është jeta. Jeta është e mbushur me sfida. Askush nuk ka qenë në këtë botë dhe nuk ka kaluar nëpër sfida. Dhe ato sfida na vijnë nga Krijuesi, nga Zoti, të cilat duan të na avancojnë dhe të na bëjnë edhe më të mirë, por edhe për të parë diferencën mes mirës dhe të keqes. Pra, boshti im i forcës, i zërit ngritur, i pranimit është besimi në Zot. Kam kuptuar që ajo që më vjen nga Zoti, unë nuk do bëj luftë me të. Unë do ta pranoj, ama do bëj detyrën time si prind. Duke sfiduar çdo kënd që më vjen rrotull dhe më thot stop se ti duhet të kesh turp. Autizmi nuk është turp. Ata janë disa fëmijë, nesër disa të rinj, disa të rritur, që do jenë pjesë e shoqërisë me të gjitha të drejtat që ka çdo fëmijë tjetër dhe çdo person tjetër i kësaj shoqërie. Patjetër që studiuesit, ata që po merren për gjetur mënyrat e duhura, për gjetur dhe vetë shkaqet e autizmit, por dhe studimet për terapi të ndryshme, do jenë dhe do vazhdojnë të jenë gjithkohës në punë sipër. Por unë i theksoj që çfarë do lloj terapie të dalin në botë, terapia dhe rëndësia më e madhe është familja. Po në këtë kuptuam që ne, sa do orë t'i qëmë në terapi, ata do vinë në shtëpi dhe kohën më gjatë e ka në shtëpi. Dhe ne duhet të aftësojmë si prindër që të bëjmë atë që bëhet në dhomat e terapive, në ambjetet e terapive të bëjmë edhe ne në shtëpi. Nuk duhet kemi atë mendsinë e çova atje dhe kaq mjaftoi. Jo, puna është e përbashkët. Po i kuptuam këto, çdo gjë do shkojë mirë, edhe në çdo lloj të reje që do na vi për të zhvilluar terapi sa më të mira. Sepse duhet ta themi, autizmi nuk shërohet. Autizmi do jetë aty. Terapit, aktivitetet, mbështetjet janë ata, integrimi, pranimi janë ato që do ta bëjnë autizmin të minimizohet në dukshmëri, por që ai flen aty nëse ne nuk e aktivizojmë. Shoqëria, pushteti, duhet gjitha hallkat të jenë bashkë. Asgjë nuk mund të eci vetëm. Konferenca la pas një mesazh të qartë. Ndryshimi fillon me bashkëpunim. Kur profesionistët, prindërit dhe komuniteti ndajnë përvojë dhe dieni, çdo fëmijë fiton një mundësi më shumë për të zënë vendin që meriton në shoqëri.